Edisona, të përshëndes, rikthemi disa vite më parë aty ku dhe kur u vra Pierin Xhuvani, shohim që pastaj vijon tjetër rrethuar edhe zona ku ka ndodhur në gjithë ngjarja. Deri në çfarë pike janë në këto momente ekspertët? Përshëndetje Fabiola, për rreth 3 vite tashmë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë që ndodhi në 21 prill të 2021 dhe aktualisht janë rikthyer në vendin e ngjarjes aty ku vra Pierin Xhuvani 3 vite më parë, të paktën 3 ekspert të cilët do të zbulojnë prova të reja nëse do të jetë e mundur. Ka filluar që prej orës 10 të paraditës së sotme dhe vijon në fakt edhe në momentet që jemi duke raportuar përmes pamjeve live, ju keni mundësi të ndiqni që tashmë të 3 ekspertët të cilët janë në vendin e ngjarjes kanë vendosur disa piketa, pasi në vendet ku janë vendosur piketat janë gjetur edhe gëzhojat e plumbave rreth 3 vite më parë. Janë të paktën 3 ekspertë të cilët po punojnë në mënyrë intensive për të plotësuar ndoshta kërkesën e bërë vazhdimisht nga avokati i Arbër Paplekajt dhe Veto Paplekaj për të përcaktuar këndin e qitjes që ndodhi gjatë përplasjes fizike fillimisht që pati më 21 prill në pikërisht në vendin që ju jeni duke ndjekur në pamjet drejt për drejta. Për rreth 1 orë tashmë, të 3 ekspertët janë duke riinskenuar edhe një herë vendin e ngjarjes, pasi duan që të zbulojnë edhe kërkesat që janë bërë tashmë në gjykatën e apelit, e cila ka qenë kjo e fundit që ka vendosur të ketë një riinskenim të ngjarjes që ndodhi më 21 prill, vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare ku mbeti i vrarë Pierin Xhuvani. Pavarësisht se është hera e dytë që bëhet një riinskenim i tillë, pasi kujtojmë që edhe më parë ka ndodhur një riinskenim i vendit të ngjarjes, ku në fakt në vend ngjarje kanë qenë të pranishëm edhe 6 efektivët dhe 2 ish nëndrejtorët e policisë së Elbasanit, të cilët kanë dhënë edhe dëshminë e tyre në vendin e ngjarjes për të ndihmuar ekspertët në zbulimin e provave të reja. Sërish nga riinskenimi i fundit i bërë më parë nuk u zbuluan detaje të reja. Pritet në fakt që gjatë ditës së sotme të mbetet e njëjta situatë, dhe kjo për shkak se ka kaluar tashmë shumë kohë nga dita kur ndodhi vrasja e Pierin Xhuvanit. Edhe pse është bërë sërish të rindërtimi i skenës, deri në këto momente nuk duket se ka dalë gjë e re në dritë, pasi ekspertët janë duke vijuar punën, por që sipas komunikimeve të deri tanishme nuk kanë gjetur apo nuk kanë zbardhur diçka të re. Herën e fundit riinskenimi i vendit të ngjarjes zgjati rreth 3 orë, dhe pritet që edhe gjatë ditës së sotme të jetë e njëjta situatë, vetëm se gjatë ditës së sotme mungoi në vendin e ngjarjes ish efektivët e forcave shqiponja, të cilët ishin të pranishëm ditën kur ndodhi vrasja e Pierin Xhuvanit, dhe po ashtu 2 ish nëndrejtorët e policisë së Elbasanit. Kujtojmë se herën e parë kur ndodhi ngjarja pikërisht në lagjen 5 Maj të Elbasanit, ishte e pranishme edhe efektivja e policisë Xhesila Sota, e cila mbeti e plagosur nga ngjarja e rëndë më 21 prill, ajo që drejtoi deri diku edhe grupin e ekspertëve për të riinskenuar vrasjen e Pierin Xhuvanit, por që gjatë ditës së sotme asnjëri prej efektivëve të forcave shqiponja, të cilët me vendim të gjykatës së Elbasanit u dënuan me 8 muaj shërbim prove, dhe as 2 ish nëndrejtorët e policisë së Elbasanit nuk ndodhen në vendin e ngjarjes. Ekspertët janë duke punuar. Edisona, kur pritet të kemi rezultatet të reja të cilat mund të dalin, apo gjithë konkluzionet e rindërtimit të skemës sot?
Në përfundim, apo të pak të referuar edhe herës fundit që ndodhi riskenimi, në përfundim të gjithë skenës, ekspertët japin gjithashtu edhe vendimin e tyre në lidhje me ato se çka kanë zbuluar, nëse ka detaje të reja apo jo, siç keni mundësi ta ndiqni edhe përmes pamjeve të drejtë për drejta, nuk ka përfunduar ende puna e ekspertëve, pasi këta të fundit janë duke zgjeruar më tej edhe këndin apo ta quajmë skenën ku ndodhi vrasja e Pierin Xhuvanit dhe që nga momenti në moment pritet të ketë ndoshta zhvillime të reja. Janë vendosur rreth 50 piketa, çka tregon se ka pasur të shtëna me armë dhe gëzhoja të cilat u gjetën gjithashtu dhe objekte të tjera që u gjetën pikërisht në këtë vend që ju jeni duke ndjekur në pamje kanë qenë në sasi të konsiderueshme. Puna vijon tashmë që prej orës 10 të paradites, ndërkohë që aksi që jeni duke ndjekur në pamje është i bllokuar në të dy krahët e tij që nga policia e shtetit në mënyrë që të mos ketë edhe qarkullim të automjeteve, pasi në këto momente të paktën rruga konsiderohet skenë dhe është duke u zhvilluar ta quajmë një rihetim për ngjarjen që ndodhi më 21 prill pikërisht në vendin që ndiqni në pamje. Edhe për të parë se si do shkojë edhe dita e sotme për këtë ngjarje, Edisona të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga qyteti e Elbasanit. Faleminderit.